Hyrje fëmia i varrit dhe zëri i zemrës së varrosur, Roland Rizia e Bok, versioni 1. A ke menduar ndonjëherë për lule të braktisura apo engjëj të masakruar? Të shohësh se si e pin vetëm vesën nga lotët që nuk i kanë qarë më. Zemra e tyre e vogël duke u dridhur nën tokë, duke u përgjëruar si një kafshë plagosur. Mos më lër vetëm, nën. Shpirtrat e tyre të trazuar, të lidhur me dashurinë e përjetshme, nuk mund të gjejnë prehje nën tokë. A ke parë ndonjëherë një kafshë të plagosur se si vrapon në heshtje drejt varrit? Apo të shohësh një zog të plagosur se si kërkon qiellin e tij? A do të mund ta besoje ti se bukuria është më e buta nga dënimet? Të shohësh nënat se si mbajnë krahët e shtrirë drejt qiellit dhe lypin. Mos më lër vetëm, fëmija im. Ato ndjejnë zemrën e fëmijëve të tyre duke rrahur nga nën toka. Ndjejnë zemrën e tyre që refuzon të vdes. Fëmija im, ti më shpërndan, pak nga pak, me çdo kujtim. Jo sepse ti ke ikur, por sepse ke ikur pa mua. Fëmija im, të lutem, kthehu tek unë. Nuk mund të vazhdoj më tej, jo pa ty. Nata bëhet një altar i mallit, si një këmbane thyer që bie saktësisht si një liturgji vdekjeje. Të dëgjosh zërat e nënave se si shndërrohen në këngë. E kam të vështirë, fëmija im. Më dhemb jeta, më dhemb toka që të fsheh. Fëmija im, si kur ta dije sa shumë më mungon. Mos më lër të besoj se nuk jam më nëna jote. Asgjë nuk është më e vështirë se sa të jesh nën pa fëmijë. Nuk ka tingull në tokë që mund të mbajë brenda tij dhimbjen e një nëne. Ato dëgjojnë zemrën e fëmijëve të tyre duke rrahur nga poshtë dheut. Më jep një shenjë, një fllatë. Mos më lër të besoj se ke ikur për gjithmonë. Si të jetoje gjallë me ty të vdekur brenda meje. Zot, dua të kthehem pas. Dua frymën e tij të fundit, dua ta fus në gjoksin tim dhe ta ruaj aty. Pse më lejove ta lindja, nëse e dije se do ta merrje? Shikomëni mua. Shikoni një nën pa fëmijë. Kjo është drejtësia juaj. Zot, duhet të më kishe dhënë një armë, jo një shpirt për të dashur. Dëgjues, është një histori që toka e mban të fshehur, pikërisht si një fëmijë të vdekur. Ajo qëndron me dyllin e shkrirë në gishta, me fytyrën e ashpër, si një shkëmb i thërmuar. Me mendimet e shembura në humnerën e dëshpërimit. Të dëgjosh se si e thëret fëmijën e saj të vrarë. Qaj dhe them, nëna jote është këtu, shpirti im i vogël nuk shkon askund. Fli, shpirti im, nëse nuk mund të të mbaj në krah, të paktën të ruaj. Këtu jam, gjithmonë këtu, për gjithmonë këtu. Biri im, të premtoj se nuk i ki pa ty dhe aty mbeti për një kohë të gjatë, ne të tëra. Sepse çfarë të besosh, shumicën e kohës, një nën nuk largohet kur. Ajo mbetet aty mes jetës dhe vdekjes, në vendin ku fle fëmia i saj, mbetet aty ndonjëherë madje për gjithmonë. Pse toka të fsheh nga sytë e mi? Fëmia im, të lutem, eja tek unë. Të lutem, zëri i saj ishte lutje dhe humbje në të njëjtën kohë. Shumë nëna japin shpirtin në krahët e dashurisë. Dashuria e ka përcem vdekjen, e tillë është lidhja e përjetshme mes nënës dhe fëmijës. A ke mësuar të vdesësh, mami? Që të mund të jemi sërish bashk. Për herë të parë, në të gjitha ato net, nëna e kuptoi të vërtetën, fëmia i saj nuk mund të vinte më. Nuk kishte më zë, nuk kishte më rrugë, dhe nuk kishte më këtë thëriste. Atëherë nëna duke parë kështu, u shtrim mbi varr. Dhe çfarë të shohësh? Nuk u ngrit më kurrë. Vareza e heshtur e ruajti sekretin. Atë natë askush nuk thëriste më, dhe askush nuk përgjigjej më. Mësom, o Zot, si ti them shpirtit tim se duhet të vazhdoj vetëm të më braktis. I detyruar ta dëgjoj, do të çmendem. Sikur të kisha mundur të paktën, o Zot, ti qëndroja pran kokës në orën e vdekjes. Duke jetuar jetën ndonjëherë, duhet të mësosh ta humbasësh atë në harres. Kush mund ta duroj vuajtjen e të qenit i lumtur? Ndonjëherë e vërteta është një tradhti e madhe. Disa qaste na mbajnë pezull vdekjen. Jeta ndonjëherë e shtyr, kërkon të paguhet në afat. A e njeh karemin brenda dhuratës, buzëqeshjen e bukur që fsheh dhëmbët? Dora që vret me butësi. Shija e hidhur e detyrës. Në të vërtetë, ndjesia është në një farë mënyre një vuajtje. Kështu që jepi dhimbjes aq sa kërkon natyra, jo zakoni. Është e vështirë të luftosh kundër zemrës, sepse të gjitha dëshirat e saj mund t'i plotësosh vetëm me çmimin e shpirtit. Prandaj kur zemra është e lënduar, sytë të qajnë. Dëgjues, në mos pajtim me natyrën time.
A nuk do të thotë se duhet të pranoj që shpirti im është i përçar? Më thuaj Zot, a nuk duhet të ishte e lehtë e vërteta? Që të mos binte me një peshë kaq të madhe mbi zemër, sepse fjalën nuk duhet ta lëshosh poshtë si një peshë që të rëndon. Apo jo? A e ke jetën për ta jetuar, apo për ta sakrifikuar? Zot, për të mundur të kuptoj, e kam shkatëruar veten plotësisht. Ndjej se koha nuk më është më mike, vazhdoj t'ja dëgjoj pyetjen në pëshpëritje. A ke mësuar të vdesësh? Nëse nuk kam ditur si të jetoj, të paktën të kisha mësuar si të vdes. Apo jo? Çfarë ti them? Që sapo po bëhesha gati të mësoja të jetoja? Jo, po përgatitem të pres vdekjen. Dhe në fund të fundit, natyra më dha një shpirt për ta vrarë. Sa mirë të paktën që nuk ankohem kundër vdekjes, sinqerisht, pikërisht për këtë kam lindur. Nuk di si ta them, por besoj se jam një njeri me zemër të tharë. A e ndjen gëzimin e syve të mi të vdekur në lot? Dëgjues, shkruaj që të mos ulëras, ende nuk kam mësuar të marr frymë dhe të bërtas në të njëjtën kohë. A e ndjeve sulmin energjetik të fjalëve të mia? Të vdekurit nuk mund të flasin. Qëndroj me vesh të shurdhër ndaj këshillave të arsyes. A e ndjen zërin therrës të kafshës së vrarë për dobin ton? Përbindesh i natës, nuk këndoj më këngë, nxjerr vetëm rënkime. Mashtrimi im, i mjeri, duke i dëshiruar vetes të mirën, i sjell vetëm të keqen. Si ta gjej ligjin e të kuptuarit? A e ndjek subtilitetin e shkrimit tim, se si shkruaj me kam në dorë? Fjalët që do të shqiptoj nga një shtrat i varfër, i veshur me lecka. Ti shërbej kuptimit të ekzistencës. Nga urtësia do të bie drejte në humner, vëlla. Për çfarë do të shërbej heshtja kur ulërin pendimi? Ndonjëherë, e vërteta duhet mbajtur në kafas si një kafshë e egër. Kur ai megjithatë, një shpirt i qetë duron çdo gjë. Apo jo? Jeta ime është e gjitha para syve të mi tani. Ajo që më ka mbetur i përket më shumë vdekjes. I mbërthyer pas vuajtjes prej një jete, në fund të dëshirës sime. Tani besoj se më ka mbetur vetëm laku. Shpirti im që të mos qash nga dhimbja. Zot, gëzimi i syve të mi, të vdekurit në lot. Dhe eci ngadal me hapa njeriu që ka humbur busullën e jetës. Thoshte, jam vetëm një varr që ecën. Nuk jam më një nën. Dëgjues, ndonjëherë do të dëshiroje të mund të përthithje të gjithë helmi nga lulet e helmuara. Të ndjesh qetësinë e errësirës, të dëgjosh se si zëri i nënave shpon heshtjen. A ke menduar ndonjëherë se çfarë është heshtja? A është vallë të dëgjosh duke qarë dhimbjen? Qëndroj pran kryqit, me lodrën e tij të preferuar të shtrënguar në gjoks. Lotët vazhdojnë të përzihen me gjakun e kujtimeve. Pse, o Zot, rrjedh ende jeta në mua, nëse ajo nuk mund të rrjedh më tek ai? Ajo kishte filluar të gërmonte me duar në dhe, duke qerr mishin në gur. Thonit po i thyheshin, gjaku i përzihe me baltën, por ajo nuk mund të ndalej. I dukej se dëgjonte, nën. Pse më thëret? Nuk jam më i të ri, nën. Ajo u lëriti, sepse të dua dhe sepse nuk mund të jetoj pa të ndjerë. Era pushoi papritur, si kur vareza po mbante frymën. Do të mendoje se ndonjëherë era fryn vetëm për të zgjuar vdekjen. Nëse ul ballin më shumë mbi tokë, do të dëgjosh se gjithçka e bukur dhem. Të kishe parë se si lotët binin në tokë si rahje të një zemre të humbur. A mund të besosh se ata i kanë ofruar zemrën e tyre si flim tokës së tyre të trisht? O Zot, si t'ja shpjegoj një shpirti se ndarja nuk është tradhti, por çlirim. Kemi ecur kështu, unë duke e tërhequr për dore, ai duke qarë në heshtje. Dhe të dy duke u përpjekur të mësojmë se çfarë do të thotë të vazhdosh. Ndoshta shpirti është si një kafshë plagosur, e prek dhe të kafshon. Dëgjues, çfarë mendon për fëmijët e luftëtarëve të vrarë? A mendon se do të ngrihen dhe do të kërkojnë llogari atyre që janë ngarkuar me mallkimin? Lexues, a e ndjen edhe ti dorën e ftohtë së kaluarës son që na shtrëngon fytin, që del nga varri i paraardhësve tan? Nuk besoj se ka ndonjë varr të mbyllur mjaftueshëm mirë, sa të mos depërtoj në të mallkimi. Të jesh i dobishëm për jetën, a nuk do të thotë të vësh në lëvizje shpirtin në përputhje me natyrën? Atëherë pse nënat i therasin natën fëmijët e tyre të vrarë? A keni dëgjuar ndonjëherë në orët e natës britmat e nënave të cilave u janë vrarë fëmijët? Po, mik, nënat natën therasin fëmijët e tyre të vrarë. Nëna që e mbante fëmijën shtrënguar në gjoks, tani nuk mund ta shtrëngojë më në zemrën e saj.
Ai ndodhet tani larg në një varr. Disa I kanë sill tokës son të trishtuar dhe të munduar zemrën e tyre si flim. Betoheshin se do ta doni me besnikëri deri në vdekje, me gjithë barën e saj rënduese, dhe nuk do të përbuznin asnjë nga të fshehtat e saj. Kështu, ata lidheshin me të për gjithë jetën. Thoshin se do ta spërkatni me gjakun e tyre dhe I kërkonin asaj t'i pranonte trupat e tyre si varr. Nuk kishte ilaçe kundër tërbimit. Të tjerë në për të huaj kishin dhe në xhep, që në çastin e vdekjes ta fusnin në gojë, që të mos e linin gjakun e tyre në tokë të huaj. Shenjtëronin kështu çmimin e jetës. Besohet se në çastin e vdekjes kafshonin dheun dhe dernin një lot. Thoshin, çfarë fati që toka e varros gabimin ton. Historia është zëri I varrit. Varri I heronjve është zemra e të gjallëve. Ata e mposhtën arsyen e jetës me të vërtetën e vdekjes. Ndjenja është vuajtje, vëlla. Jepi dhimbjes aq sa kërkon natyra, jo zakoni. Kur nuk ka qenë më I gjallë se në kohët tona sulmi kundër arsyes. Si ti veshësh trazirat e tua me një të vërtetë të imagjinuar. Suksesi është vetëm në anën e atyre që janë persekutuar. Në shumicën e rasteve shpirti ynë, ashtu siç e përdorim ne, e turbullon qetësinë e jetës son më shumë se sa I shërben asaj. Aq e madhe është dobësia e mendjes kur arsyeja e braktis atë. Arsyeja dëbon dhimbjet e tjera, por lind pendimin. Padia për të paditurit është një fatkeqësi. Lulja e pakujdesur mbetet gjithsesi e egër. Mirësia është e papajtueshme me jetën. Kur je I ri, je skllav I ëndrave, ndërsa plakesh I bëhesh skllav I pendimeve. Nuk ka mirësi në dinakëri. Të menduarit na luan rrengum më të shëmtuar. A nuk e shihni karemin brenda dhuratës? Mendja është thjesht një makineri për të prodhuar pakënaqësi. Besoj se pa dashje e kam tradhtuar thelbin e natyrës sime. Sinqerisht, për të kuptuar, mu desh të shkatërohesha plotësisht. Thelbi I jetës sime tani positet përmes furrës së tmerrit. Nuk mund të luftoj më me provat e qarta. Kënaqësia nuk është gjë tjetër veç se një stimul për të duruar vuajtjen. Të menduarit. Ky paragjykim I kufizuar është bërë I burgosur I ndjesive të mia. Tani e tutje, gjithë rëndësinë e jetës do të më duhet ta jetoj në heqje dorë. Pse fryma bashkon ndërsa shpirti ndan. Arsyeja ime tani është e mashtruar, hyn e maskuar në ndërgjegje. Krijon emocione, I manipulon ato me dinakëri. Arsyeja nuk më ndërhyn më tani, përveç se në momente sprove. Themeli I ndërgjegjes sime lëkundet. Kam qenë përjetësisht I shtyr nga instinkte ndacake. Çfarë të bëj? Të zhytem plotësisht në coptim të brendshëm, apo të shkoj drejt asgjësimit total. Nëse dua të kuptoj njerëzisht, më kaplon tërbimi. Meqense se kam të pamundur të arrit e njohja, duhet të filloj të shkruaj. Nuk më pëlqen të marr frymë përmes paragjykimit. Ata prish në mendje beslidhjen time me jetën. Është një gjë të shohësh dritën e ditës I mbushur me hire, dhe tjetër gjë ta paguash shtrenjtë atë. Të gjithë kërkuesit në fund kanë përfunduar në heqje dorë ose dëshpërim. Duke u bërë lirik tani në vuajtje, kuptimi I jetës sime është humbur në mënyrë të pariparueshme. Më beso, gëzimi I vërtet është një gjë serioze. Nëse mungon qëllimi, jeta është një endje. Kërkon çlirimin nga endja. Mundimin e rigjetjes. Shiko se vigjilenca është një realitet, vëlla. Dëshiron të dish se cila arsye e organizoi kaosin. Le ta falenderojmë Zotin që asnjë njeri nuk mund të detyrohet të jetojë. Njeriu inteligjent nuk duhet të jetojë sa I pëlqen, por sa I takon. Prandaj sa të mundë mende, do t'i nxjerr venat e mia në shesh. Trishtimin është më mirë ta mposhtësh se sa ta mashtrosh. Kultura është kultivimi I harresës. Nuk mund t'i urdhërosh zemrës. Dëshira tregon rrugën. Pse të mos mund të jetosh pa interpretuar. Kjo e kaluar më sulmon në çdo hap. Kujtimet më rrethojnë tmerrsisht që kur ndërgjegja ime është shqyer. Tani kur ekuilibri im është I kërcënuar, si mund t'i rezistoj tundimit të maturisë? Tani sikur më parë, ndjej nevojën t'i vë kujtimet e mia me shpatulla pas murit. Ndjej në fyt bavunkën mbytëse të kujtimeve të mia. Mendimet po më kafshojnë zemrën që tani. Besoj se duhet të jap llogari për të gjitha harresat. Thuhet të mos ja ngarkoni dështimet e rënda jetës. Por a mund të jetojnë të pashqetësuar ata që e kanë ndërgjegjen e pastër? Nga sa di unë, parajsa nuk mund të ndërtohet me lot. Nëse ekzistenca nuk mund të duhet,
nuk të mbetet gjë tjetër veç se ta durosh. Sado e ëmbël të jetë melankolia, trishtimi mbetet gjithsesi i hidhur. Në kulmin e dhimbjes, ndihmoje shpirtin tënd të gjejë ekuilibrin. Por mos e urdhëro klithmën të dalë, por lejoje atë. Por mos harro, vetëm aq sa të lejon litari. Të mund të ecja dorë për dore me një zot të trishtuar, do të dëshiroja edhe unë. Të mund të isha një lule, e rritur mbi një varr, dhe një engjëll i trishtuar e i zemëruar të më këpuste. Njerëzit e shuar si unë e kanë marrë tokën për varr. Njerëzit i ndan pikërisht ajo që i do. Eja Zot, të bëj një djep të përgjakur dhe e gjithë kjo kupë qiellore e mrekullueshme, të më shërbej si trekëmbësh. Zot, udhëhiqe shpirtin tim në ferë, dua të vdes edhe unë i paqar dhe i pavarrosur. Nëse më gjen mos mi hap syt që të mos i shoh qielli. Dëgjues, mëso të qeshësh mes lotëve.